Pas 3 muajsh bllokimi, rinis zyrtarisht sezoni peshkimit në liçenin e Ohrit në qytetin e Pogradecit. Ky pezullim gjastinës së dimrit është një masë domosdoshme për mbrojtjen dhe shumimin natyror të peshkut koran, një specie rrallë dhe me vlera të larta ushqyese, e cila gjendet vetëm në liçenin e Ohrit. Periudha e ndalimit të gjuetisë ndihmon në ruajtjen e ekuilibrave biologjik dhe garanton vazhdimsinë e kësaj pasurie të çmuar natyrore për brezat e ardhshëm. Me përfundimin e afatit të bllokimit, peshkatarët lokal janë në gatishmëri për të nisur sezonin e re, duke respektuar normat ligjore dhe licencat për kace të peshkimit. Autoritetet bëjnë thirrje për zbatim rigoros të rregullave në mënyrën që aktiviteti të zhvillohet në mënyrë të qëndrueshme dhe të kontrolluar. Krahas koranit, në ujërat e liçenit të Ohrit gjenden edhe specie të tjera të njohura si belushka, speciet e egra, krapi dhe kleni, që përbëjnë një burim të rëndësishëm ekonomik për zonën dhe një atraksion për vizitorët. Rinisja e sezonit pritet të sjellë gjallërim ekonomik për komunitetin e peshkatarëve dhe bizneset lokale, ndërsa sezoni pranverë verë vjesht shihet me optimizëm për një prodhim të mbar.